Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe të shohim se çfarë mesazhesh apo këshillash mund të marrim sot nga letrat. Të dashur Tesha, para se të filloj leximin e juaj, dua t'ju pyes unë juve diçka. Unë t'ju bëj një pyetje juve. Mund të jetë dashuri, mund të jetë punë, mund të jetë në familje, mund të jetë çfarë të lloj gjëje. Vetëm pyetja ime është kjo. Nëse ata, nëse ai, nëse ajo nuk bën as edhe një gjë për t'ju mbajtur, pse ju duhet të luftoni apo po luftoni që të qëndroni aty? Ke më shumë vlera se aq, për këdo jam duke lexuar. Për këdo që jam duke lexuar. Është një situatë me një person që i ka zvarritur gjërat apo një situatë që po ecin zvarr, të dashur. Kjo është hermit që do të thotë jeni në kërkim të përgjigjes. Çfarë përgjigje të shironi apo kërkoni, të dashur Teshër, kur është çdo gjë e qartë si në ditën e diellit apo ditës? Këtu është energjia më e ngadalt që mund të ekzistojë. Në tarot që pasqyron këtë energji të ngadalt, javasht, zvarritse, ta them. Dhe afër saj kam kërkesën e juaj, dëshirën për ta kuptuar. Në fakt do të thosha duhet të reflektoni, të dashur Teshër, nga që këtu është çdo gjë e qartë, prandaj erdhi dhe ajo pyetje ime. Nëse personi, qoftë ai apo ajo, nuk bën asgjë për t'ju mbajtur, pse ju po luftoni të qëndroni aty? Kjo është si themi, si një që bëjnë dy, e qartë që kjo lidhje, më shumë më thot në dashuri, por mund të jetë në shumë gjëra të tjera, apo çfarë do lloj gjëje që jeni duke munduar për ta bërë me do e mos, për ta rregulluar me do e mos, jeni bërë viktimë e kësaj situate, këtij personi, këtij projekti, çfarëdo që të jetë, duke stagnuar jetën e juaj dhe duke pritur që diçka të rregullohet. Keni fuqinë, por jo dëshirën. Që të filloni një faqe të re, faqe kupës. Jeni duke mashtruar, manipuluar, gënyer, apo çfarëdo që të jetë veten e juaj, që do të ndryshoj kjo situatë, apo që do të rregullohet, apo do t'ju doj, t'ju mbaj ky person. Tani, unë nuk mund të vëgishti në çfarë është për ju, por kalorësi i shpatës, me person që është super agresiv, mund të jetë fizik dhe virtual, verbal, i shpejtë, ta themi, e di çfarë, sikur jam me shpatë në dorë, kur çdo gjë e ka, juve ju lë në faj, me fajet e tij apo të asaj. Ju jeni ai që po kontriboni që ai apo ajo të nëvrikoset. Ju jeni shkaktari çdo gjëje. Nuk saqë edhe ofendime, nuk i dua më, nuk ashtu, pse po dhe pastaj prap sikur vjen, dhe prap largohet, dhe prap sikur vjen. Dhe kjo është arsyeja që keni guximin, keni forcën, por dëshira ju mungon, të dashur Teshër. Sido që ta bëni, kjo lidhje, kjo situatë do mbaroj.
unë nga ju, unë nga universi, nga që në këtë disbalancë, ta them, në këtë peshore, ku speshojnë gjërat njëjtë, nuk mund të qëndroni gjatë. Ja ku është dhe kulla, të dashur. Kulla është po shkatrohet, po digjet, përvlohet, ndahet, thyhet, kështu gjëra. Nga lidhja, situata, çfarë të lloji qoftë ajo. Kjo mund të vi në dy mënyra, siç thash, një nga ju vetë, që të mbledhni forcën e duhur dhe t'i thoni personit ku të pafsha. Me fjalë popullore apo jo? Apo dhe që të filloni të ndërtoni jetën e juaj faqet nga fillimi, që të mos lejoni, këtu është, unë jam duke lexuar ndoshta jo për shumicën kësaj radhe, por për një pjesë të deshërve, që të filloni një kapitull të ri në jetën e juaj dhe ta vlerësoni veten më shumë. Dhe të jeni, të qëndroni, të luftoni ku aty luftojnë bashkë me ju. Të dashur deshër, uroj që këtë vendim ta merrni sa më shpejt, për çfarëdo që të bëhet fjalë.